Një intervistë shumë interesante bashkë me Haki Behramin, i cili gjendet këtu në komunën e Skenderajt dhe ka afërsisht rreth 40 arje me sera. Mirë po, kultura e specit nuk është kultura vetme që ai e kultivon, po krejt detajet e tjera unë s'po me i zbulu, na shkojmë dhe i zbulojmë bashkë përmes bisedës. Në 2016 jam me sera. Kum pasë dreza, dhe më thonë, prej 2011 ndikun kum pasë, edhe ju ka dikun 5 arin fillim kum fillu, edhe të qysh u lidha me bimen edhe po filloj ke njeri edhe mi desht punën. Atëherë në të vitet për para u konë shumë vashtirë. Veç po thujnë si vjetë ndoshta i kanë rrit për 30% që shekum dëgju se për vite tjera u konë shumë pak, dhe më thonë, subvencionimi për sera. Sëmundjet më të zakonshme të kulturës së specit janë antraknoza, kalbëzimi, rënjas dhe qafës së kërcelit nga gjinia fitoftora, verticilioza dhe fuzarioza, myku pluhur dhe myku gri apo botritis cinerea, njolosja bakteriale e specit, vyshkja bakteriale. Pak mi auqit që aty në kufe, një tarif pak ma të lartë që e bojnë këzë dhe shtetet zhvilluar i këmë dëgju përmes media, që t'jau një tarif të atyne që për me përkra prodhimi vendore. Duhet me mjellë serën, me dalë 1.600.000, me dalë dikon tjetër më shku, ose një punë tjetër, ose nuk banë qashtu. Çdo të diel nga ora 17:40 Fara, emision me Dafin Millakun.